Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Sot prokuroria e posaçme ka marrë si person nën hetim zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Të paktën ky është raportimi më i fundit i mediave në vend, ku zëvendës kryeministrja është marrë nën hetim nisur edhe nga kontrollet e banesave të kryera ndaj disa nga bashkëpunëtorët e saj. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi, i cili ka bërë projeksionet e tij edhe të mëparshme këtu në Agora News sa i përket Belinda Ballukut, duke thënë që ajo tashmë ndodhet nën hetim nga ana e strukturës së posaçme. Zoti Merkoçi, nisur nga projeksionet e tua të mëparshme, por edhe ajo që ka ndodhur sot, të paktën sipas raportimeve të fundit të medias, si e cilësoni këtë veprim të SPAK-ut? Jo, SPAK-u, nuk kam thënë që SPAK-u e ka regjistruar përgjithtimin penal të Belindës Ballukut para një muaji, ndoshta mos gabofsha, dhe askush nuk e mori në si reale, domethënë, sepse ndoshta duhen këta gazetarët investigativ që duhet ta japin si lajm, sepse nuk e pranojnë. Ta në hapa mbrapa, pasi unë u thash Belinda Balluku ka qenë në SPAK dhe ka marrë edhe masdalës në SPAK-u, ka vajtë direkt avokatët dhe ekipi, ai e ka. Edhe Belinda Ballukun ai e ka marrë, si është, pa ja u bëj edhe këtë, domethënë. Dhe unë u thash për sa kohë ajo del nga SPAK-u dhe shkon direkt te zyra e avokatisë, domethënë patjetër që është person e ka marrë sinjalin si person non hetim. Tash i pritet vetëm thirrja si person hetim, apo masa e sigurisë do merret për të, nuk ka ndonjë gjë tjetër. Por pritesh për mua ishte nuk është gjë e re, nuk është gjë që bën në një bujë të madhe, sepse këta unë kam thënë që këta janë të gjithë janë për SPAK, janë të rrjeshtuar tashmë aty dhe varet se këtë do kapin lapsit të parin. Por me sa duket goditja Kashiramës do jetë shumë e madhe. Unë kam thënë që Rama është personi i cili është në hetim në Amerikë dhe nuk i shpëton dot Amerikës. Por ai mundohet me këtë lloj lëvizje që bën, mundohet të shtyja të ditët e veta themi, për të bërë ca lajme, për atë që bëri si lajm që e bëri në Angli, e kupton, duke ironizuar përsëri Trumpin, duke u treguar atyre se si zhvillohet ky është lideri i madh, ai udhëhesi i madh. Derisa mori të goditit edhe në Angli, domethënë nga bisedat që u bën atje, ishte skandaloze që ti thua një kryeministri që ti kanë hik rinjat, ka hik nga vendi, edhe ti nuk e gojë të flasësh për këtë lloj gjëje. Pas Belinda Ballukut, unë them se janë edhe ato që unë kam thënë në biseda kur unë thash që Shoqi Rama, ai pjesa tjetër që do goditet jo më kot këta nxorën lajmet për Vis Martin, është gjalla për vdekur, janë të friksuar për sa i përket Vis Martin. Këta duan të bëjnë një show për të bërë një tjetër, por harrojnë atë pjesën tjetër, pastaj që Rama do t'i shesin gjithë, ashtu që kam thënë Rama do t'i shesin gjithë, për sa i përket se s'ka mbajt ndonjëherë miq, s'ka mbajt ndonjëherë shok, nuk ka, as shok, nuk njeh as koleg, nuk njeh as gjë, ai ka kaluar në narcizmin dhe do vazhdoj me këtë t'i shesin gjithë. Por SPAK-u, unë kam thënë që SPAK-u nuk është vetëm se është SPAK-u, thjesht SPAK-u, dhe ashtu si që mendojnë këta Dumani, trumbetemet madhe, apo gjyqtarët e SPAK-ut që i sulmojnë i bëjnë. Problemi është SPAK-u tashmë dihet, dhe ai që se kupton nuk di se çfarë të them, po dihet që është në mbikëqyrje apo bashkëpunim me FBI-n dhe me TEA-n amerikane. Kështu që të gjitha lëvizjet këta mendojnë se qoftë Sinaloa, qoftë Ndrangheta, janë organizatat mafioze të cilat patjetër këta kanë lidhje dhe në të gjithë telefonatat e Goçadit, Skype, dalin emrat e këtyre, dalin bisedat e këtyre, dhe jo pa qëllim këta gjetën një moment për ta dërguar në gjykatë kushtetuese për ta hedhur, domethënë mos me e marrë si bazë, si provë, gjithë bisedat që kanë bërë.
Në të gjithë kohë që aty flitet për drogën, flitet për vrasje, flitet për çdo gjë flitet në atë. Por qytetërisht ju dalin emrat shefave të policisë, ju dalin emrat ministrave, ju kanë dalë emrat kryeministrit tonë, ka dalë emri, kështu që janë të gjithë në të lloj loje. Unë besoj dhe kam thënë gjithmonë dhe i kam mbetur besnika saj, pavarësisht se njerëzit nuk e besojnë, që unë kam thënë që në momentin që Amerikës i prek interesin kombëtar të tjerë, por prek interesat e Amerikës për çështjen e sigurisë Amerikës, ata nuk të falin dhe një nga arsyet kryesore është heqja e tullave të themi. Domethënë për ta zbrazur derisa dalë Rama do bie vetë se s'ka ku shko. Por Belinda Balluku është personi për cilin Rama nuk mund të thotë më tashmë që kjo ka hëngër kumlla e darma pas sepse ka qenë në gjitha aktivitetet, ka qenë vetë, ka bërë vetë promovimet me këtë. Dhe patjetër është edhe një indicie tjetër, është edhe aeroporti i Vlorës, skandali me aeroportin e Vlorës, kështu që është aeroporti i Vlorës, tuneli Llogaras. Janë të gjitha bashkë, pra ne po them, janë të gjitha bashkë, e kupton, që dalin në një pikë kryesore. Pika kryesore është Rama, nuk ka vendosur në Shqipëri për sa kohë. Unë e kam deklaruar, unë jam i bindur që nesër gjithë do vinë tek ajo gjykimin që unë kam që ka ndërtuar mafia shtetit, kjo është një organizat qerdhe e Sorosit dhe normal që Amerika e ka vënë në plan parë luftën kundër Sorosit, kështu që nuk do t'i shpëtoj, sado që ky mund ta zgjasë pak, por nuk mund t'i shpëtoj. Unë jo pa qëllim i kam thënë në një shkrim timin apo intervistë nuk maj mend, kur i tha ky caktoi 100 ditë për të gjetur Ervis Martinin, unë i thash 100 ditë s'ke për t'i bërë vetë. Dhe jam i bindur që s'ka për t'i bërë 100 ditët e të qenurit kryeministit të Shqipërisë, me gjithë to aferë, me gjithë to skandale që bëhen, domethënë është pa kuptueshme kjo lloj qeverie, kjo lloj sistemi që kemi, që ka ndërtuar ky, duke pasur që i ka gjithë institucionet, qoftë drejtësi, qoftë presidenti, qoftë bashki, qoftë media, qoftë nuk di se çfarë nuk ka kap njëri. Kështu që sa rrezikon në këtë rast Belinda Balluku nga ana e sistemit drejtësisë? Nuk e kuptova. Sa rrezikon Belinda Balluku në aspektin ligjor në këtë rast? Absolutisht, ta gjithë me çelësa ndetja, as nuk diskutohet fare. Këta nuk del më njëri për jetë, ta heqin nga mendja. Nuk ka dënime shpërdorimet e tyre me 2 vjet e me 3 vjet. Jo pa qëllim të kërkoj që të fusi në parlament të dërgoj atë kodin e famshëm penal, pikërisht për të shpëtuar këtyre gjërave, por a jeni të bindur që të gjithë janë, domethënë të gjithë do bajnë dënimet maksimale këta, dhe unë nuk pres vetëm këtë dënim. Unë më tepër jam tek konfiskimi dhe sekuestrimi pasurive, nuk është çështje dënime se e dënove një njeri. Nëse ti e dënon atë njeri dhe i lëv gjithë pasurinë, pastaj unë them çfarë do i kthehet këtij vendi, çfarë do i kthehet këtij populli mbrapsht, sepse këta kanë bërë afera korruptive të jashtëzakonshme, kanë dhënë toka, kanë dhënë pyje, kanë dhënë, jo nëse para 2 ditësh ai doli dhe kërkoi akoma paketën e maleve për të grabitur tokat në veri tashmë, ka sul veriu. Por ai gjykon se duke u bërë me këto lloj gjëra të shpëtojnë, do ndyrë ngelet pasuria, unë them ja kryesore në drejtësi, mos më intereson nëse Belinda dënohet 10 vjet, 15 vjet apo 20 vjet. Nëse asaj nuk i konfiskohet dhe nuk i sekuestrohet pasuria, unë e kam gjithë të pasuria, jo të dënimi se sa të dënohet një njeri. Dënimi është gjë simbolike për mua. Pasuria është ajo do t'i merret të këtyre personat të cilët kanë luajtur me fatet e popullit, me fatet e Shqipërisë. Dhe këta njerëz janë ata që janë pasuruar pikërisht në kurrizë të këtij vendi. Vetëm e kanë grabitur dhe e kanë bërë. Kështu që dënimi këtyre do jetë maksimal, nuk diskutohet. Nuk diskutohet se këta janë grupi strukturuar kriminal. Këta hynë të grupi strukturuar kriminal, sepse të gjithë ata që janë atje brenda, edhe ata 5D, edhe këto
drejtorat e ministrat, gjithë kanë folë, janë gjithë bashkëpunim janë këta. Nuk është se thash, nuk mundet askush të bëj një veprim nëse nuk është i lidhur me Ramën, apo nuk është dakordësia e Ramës, apo nuk është urdhri i Ramës. Kështu që këta gjithë në grup, nuk janë tek këta, këta nuk është se kanë vjedhë vetëm. Këta kanë vjedhë me firma. Me një firmë kanë vjedhë, me një firmë djeqë, po nuk deshte Rama nuk bëhesh. Ose ministrat e tjerë, nëse nuk do të Balluku, atë nuk bëhesh. Pra është zinxhiri. Këtu po, unë kam thënë që po put zinxhiri, puna është ato putit zinxhiri, si puna të spive, po puta i beri, hallakate në gjithë ato gomjatikin, pastaj nuk kanë më vlerë. Në këtë rast, a mendoni se ky është një sinjal nga Spakut që po i afrohet edhe Edi Ramës? Unë ju thash që edhe u kam thënë, edhe më përpara kemi bërë një bisedë bashkë, ku unë kam thënë Edi Rama do goditet, nuk do goditet ndoshta drejt për drejt Edi Rama, por do bie si fik. Në kuptimin që do hiki Belinda Balluku, do hikin ministrat tjerë, do hiki vllai dhe do putet vetë, nuk ka se ku shkon. Dhe momenti që ai do putet, se patjetër nëse janë Spaku s'ka nevojë, ai do japi të rejnë tashmë se ju bëj zëvendës kryeministri i dytë që i vjen në Spak, patjetër. Por ajo më e rënda do jetë, unë gjykoj se do jetë për të vllatë, sepse mos harroni se edhe në Amerikë janë vënë në sekuestër pasuritë e këtyre, se kanë edhe në Amerikë pasuritë mos vonë. Edhe kështu që unë them se Spaku është në bashkëpunim, gjithmonë është në bashkëpunim me FBI-n edhe me DEA-n amerikan. Këta nuk mund t'i shpëtojnë. Dhe jam i bindur që edhe Rama që kitet e veta nuk i bën, nuk ka për çku, pavarësisht se dha të urdhër, por ai s'ka bërë për vetë. Deri në fund vitit unë gjykoj se do mbyllen gjërat, do ecin më kështu. Nuk është Shqipëria është një vend i NATO, Shqipëria pretendon të futet në Europë, Shqipëria kërkon partner, nuk vjen askush, sepse këtu dalin tokat me 20 pronar, dalin që sot të jep kontratën nesër ta heq, ai kanë mbikëqyrje çdo gjë, domethënë Kjo është mafja. Nuk është se kemi ne dallim të mafjes. Mafja në Itali është gjë tjetër, apo në botë është gjë tjetër, se kërkon të kapi një ministër apo një kryeministër apo një kryetar gjykate, gjyqtar apo prokuror, ndërsa këtu është vetë kryeministri që komandon gjithçka, ai lu drogën, ai lu pastrimin e paras, ai jep edhe lejet në ndërtimit ku do të ndërtohet, kush do të ndërtojë, si do të ndërtojë, ai ka gjithë, ai firmon të gjitha, është kryetari i KRRT-s Shqipërisë, kështu që ai ka dorë, nuk është puna se ka dikush tjetër. Dhe këto që kapet nuk është se u ka Belinda dhe Belinda dënohet si Belinda, do të tregoj ashtu siç Erion Belia ka hap gojën në burg, ashtu do ta hapi edhe Belinda, se s'ka ku shkojnë. Nuk ka ku shkojnë, janë letra të cilat i këtyre i nxjerrin zbuluar, nuk është puna se do t'i mbërë dikush, nuk ka se kush i bën. Jo po thoni që pas Belinda Ballukut radhën mund ta ketë dosja Xibrakës, ku dyshohet se i përfshir vllai i kryeministit Edi Rama, Olsi Rama. Pas Ballukut, a mendoni se kjo dosje do të jetë, pra e Xibrakës do të jetë një goditje fatale, po themi, për Edi Ramën? Po, unë ja u thash, i heqja domethënë thirrje marrja Ballukut si pandeu dhe ç'është mos harroni ç'është Xibraka, po nuk është e mbyllur, pavarësisht se u trumpetua apo shumë vetë quajtën si gjë të mbyllur, nuk është e mbyllur. Ndoshta Xibraka nuk është e mbyllur. Ai thanë, biles do shohim deklaratën e Spakut, ai thotë është, domethënë, është një person i tillë, por nuk e kemi identifikuar akoma, jemi në hetim. Kështu ka bërë deklarimin Spakut. Nuk është, domethënë, Olsi Rama, sepse nuk ishte identifikuar sipas Spakut. Dhe ai tha është në hetim. Pra, çka do të thotë që ata e kanë vazhduar hetimin, patjetër. Ata e kanë ditë edhe që është orsi, që jemi bindur, po në momentin si duket nuk ka qenë i përshtatshëm për vetë hetimet që bëhen, sepse duhet të kuptojmë janë tepër banda të cilat merren me kokainën dhe ndoshta për efekt hetimi ata nuk duan ta nxjerrin atë moment. Shumë vete morën si presion që ka bërë ky Spaku të më tash, ku më thash, ju po ta veni të re, për shembull që në momentin kur iku FBI-a nga Shqipëria, gjithu gëzuan nga këta.
Të gjithë politikanë, po përjashtimzuan dhe kur erdhi FBI-ja të gjithë ju verosën në Ligë Turinit, sepse e din shumë mirë dhe ta e din shumë mirë që. Domethënë, nëse është FBI-ja dhe aty nuk patjetër që do të veprojë dhe nuk do të falim absolutisht asnjë nga këta nuk do falim. Të gjithë do hiqin njëri pas tjetrit, do të rreqin njëri tjetrin. Unë ju thash, problemi është sa të putet zinxhiri. Në momentin që putet zinxhiri, ikë pastaj gjithë dalin diell, kur i thot popullit, ta dalin në dritë diell, që nuk kanë ku shkojnë. Kështu që edhe dosja e Braku aty është e pambyllur, pavarësisht se është hetim, por është e pambyllur. Kështu që pritet çdo gjë. Tash duhet i lidhësh pak gjithë gjërat, thash, edhe dosja e Brakut, edhe Belindën, edhe daljen e këtij për Bismartinin, dalin gjitha apo ai tjetër që del në takime ku kanë qenë gjithë këta, gjithë ministra e sekretarë të përgjithshëm, thash, këta janë gjithë në lojë, nuk është puna se është vetëm një dhe të themi që është vetëm kjo për shembull, apo e heqim këto, jo, janë gjithë të lidhura dhe të ndërtuara njëra me tjetrën. Por rasti ajo që ka bërë për tepër kështu, domethënë themi që ka ndihmuar disi ose për t'i vërtetuar më mirë themi, unë them se është ajo media. Por rasti Ervis Martinajt, si lidhet në këtë rast? Ju mendoni se është një tentativë për të shpërqendruar vëmendjen, apo ka një lidhje tjetër që është bërë edhe shumë mediatike në këtë kohë, duke qenë se jati i tij pra që depozituar për ta shpallur atë si person të zhdukur? Këto janë, jo, këto personi zhdukur, personi i asaj nuk ka lidhje fare me hetimin. Ai që e shpalli dhe që e bëri kërkesën, domethënë ishte vetë Rama, sepse Rama ka pasur konflikt edhe personal me të, sepse ai ishte një shtëpi atje dhe ky kisha hapur sepse dilte Bismartini para këtij apo pse bllokonte rrugën, se deri këtu shkojnë ta. Deri në këtë pikë shkojnë. Por ajo që është kryesorja është çështja e lëra të fatit, e llotove, pasteve, dhe thash. Këto marrja e tyre patjetër kërkon që të zhdukesh, por çuditërisht po ta vesh re lërat vazhdojnë akoma, ato pastet vazhdojnë akoma me internet, me telefona, tash këtu jetojnë me shoku. Lërat e fatit po vazhdojnë. Dhe nuk e di, domethënë, Ervis Martin mos kujtoni se ishte një person do si do të themi, sepse tek e fundit ai kishte ndërtuar një perandorit vetëm, ai kishte ndërtuar një perandori, po duke qenë i lidhur shumë, qoftë me policinë, qoftë me ministra, apo dhe nuk ishte një me politikan, nuk ishte njëri, domethënë, i pambrojtur në këtë pikë apo i palidhur, dhe të gjithë veprimet e tij janë të lidhura me politikanët. Nuk është sepse patjetër në Shqipëri po si që i lidhur me politikanë nuk mund të hetësh përpara, nuk mund të ndërtojë absolutisht asgjë. Kurse kjo pjesa pastaj pse ka kërkuar jati, unë thash, atë unë thash të drejtën për ta kërkuar zhdukjen e tij e ka vetëm familja, nuk e ka kryeministri i Shqipërisë. Dhe t'japin llogari këta ku është e kush është. Ky kërkon t'i bëj paraprik përpara, t'i kërkoj t'i dali gjërave më përpara. Po është shumë e vonuar sepse tash hetimet dosit kanë hecur dhe pavarësisht çfarë thonë, çfarë bëjnë, po unë u kam thënë edhe prapë u them Ervis Martini në Shqipëri është ta gjej ta se ku është. Sepse nuk ka mundësi të zhduket në ato lloj forma në asnjë lloj gjuhë, sepse sado që mundohet gjithmonë të kelet të gjuhë, kelet të gjë, ka qenë me personat, natën e fundit ka qenë Durrës, me personat të tjerë, dhe unë jo pa qëllimin tash pyesni Vajliu Zhdakun ku ka qenë natën e fundit dhe ta tregoj. Eskorta që e kanë shoqëruar. Janë gjithë, nuk mundet me këtë lloj forme siç e bëjnë këta, sigurisht një njeri i pambrojtur, pa njeri, pa gjë dhe ushtu. Mund të jetë malëzi, mund të jetë gotak, po ku është në ceti. Dhe është këta i dik shumë, domethënë ajo pjesa sepse edhe Ervis Martini di shumë nga
të gjithë këto aferat që janë bërë dhe ai ka qenë pjesë e këtyre dhe i di shumë gjëra, ka qenë i lidhur qoftë me bandat, qoftë me ministrat, pra ne duhet të jemi shumë çështje sistematike. Pra ne duhet edhe ta nxjerrim në këtë lloj forme. Kështu që nuk kam asnjë pikë dyshimi që prandaj themi dhe ngul këmbë gjithmonë tek ajo që mafia është ajo që ka ndërtuar mafien do ta drejtojë dhe marrja e mafias pastaj ka konkurrencë, ka vrasje, ka goditje, ka çdo gjë, domethënë mrena kësaj organizate ka çdo gjë. Dhe ky është pjesa më kryesore e organizatës. Dhe unë jo pa qëllim kam thënë që me Gonigali nuk është se kapi me Gonigali, është me Gonigali që ka kapur Ramën, sepse Rama është kryeministër. Domethënë Rama ka pas gjithë informacionet që mund t'i shiste edhe mund t'i jepte me Gonigali, sepse absolutisht pavarësisht nga idiotësia që thonë ta se me Gonigali ka ndikuar për të sulmuar opozitën, për të bërë këtë, për bërë këta palavra rrugë të hanë aty flitet për sigurinë e Amerikës dhe për të gjithë informacionet që ai merr i shet tek kinezët e rusit tek ai nuk është kaq e thjeshtë, domethënë sa e bëj këta. Se këta e qizi me Gonigalin sikur është i dosi që ka marrë ca lekë ai për të nxjerrë non grata të ishin apo për të luftuar lunin apo për çapër të kam prallën nuk janë këta. Ai ka probleme tjera, ai ka marrë informacione sepse ky është kryeministër dhe ky ka të gjithë informacionet i kanë zyrë. Se tjerë, domethënë kryeministri, presidenti, kryetari i parlamentit që marrë biles presidenti me kryeministrin ka më tepër informacion nga të gjithë. Që nuk kemi të bëjmë me këtë, kemi të bëjmë thjesht me një person i cili kërkon në çdo kusht të sigurohet për viktimat, domethënë a janë gjallë, janë gjalla, janë këtu, janë këtu, se e di shumë mirë që njerëzit do dalin, do flasin, do bëjnë, thash kjo është më tepër për sigurinë e tij se sa për Bismarckin a është këtu apo s'është, ai ka thjesht për sigurinë e tij. Zoti Merkoçi, para se të dilte lajmi mbi Belinda Ballukun, pra që është marrë si person në hetim, ka pasur një përplasje midis Sali Berishës dhe Tom Doshit, ku Berisha deklaroi fillimisht se Tom Doshi është arratisur për t'i shpëtuar Spakut, dhe më pas Tom Doshi nxori një foto që tha jam mes Tiranës. Ndërkohë, në fillim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha tha se këtë informacion e kishte marrë nga Spaku dhe më pas deklaroi se Spaku i bie që të jetë qendra kombëtare e shpifjes. Ju në këtë rast si shikoni këtë lloj përplasje e cila doli vetëm pak para se Belinda Balloku të deklaroi si person i marrë në hetim? Sepse Toma merret me ndërtimin për lejet, për veprimet, për aktivitetin e tij, domethënë si janë marrë leje, si janë bërë leje, kush tek qoftë me Eloni, qoftë me Edi Ramën, domethënë patjetër se vetëm ata mund të jepin lejet edhe mund të bëhesh. Qoftë edhe për atë vrasje që u folën atëherë me atë durim pamin që ishte i lidhur presidenti, ishte i lidhur ato sa të vërteta janë sa të bërë. Por Toma ishte për t'ikur, Toma kishte ikur kos, kishte nevojë ta thrasin Spaku, Tomën edhe t'i Toma, se Toma tek e fundit e tij. E di se kush është, dim veprimtarinë e tij dhe kështu që nuk është kjo se ikur Toma sepse e thirrri Spaku. Këto janë lojra, domethënë show që kërkojnë të bëjnë. Është nëse Berisha e merr informacione me Spakun atëherë Berisha nuk duhet dalë të shaj Spakun aty. Ta quash organizat kriminale, këtë rrjedh ka informacione, nëse rrjedh informacione atëherë tregoj se kush e ka dhënë informacionin e Spakut edhe kaq gjë. Nuk ka ndonjë problem madh. Por më vjen keq që merren akoma me këto lloj nuk përbën lajm kjo se Toma ishte apo nuk ishte, iku apo siku, erdhi apo iku. Ato janë çështje të drejtësisë edhe nuk besoj se i takon opozitës të që ka halle shumë të mëdha, ka gjëra shumë të mëdha për të bërë, duhet bëjë detyrën e saj si opozitë një herë, jo ajo detyra për të marrë dhe për të bërë këto lloj deklaratësh, të lloj lajmesh. Nuk janë, Berisha nuk është zyri investigative që mund t'japi këto lloj lajmesh. Pa e thjesht mund t'i japi një gazetar, mund t'a rizë në shtypje, po jo ai si kryetari i opozitës. Se del
del pas del blofi, e kuptoj dhe nuk e di se çfarë ngjelet pastaj. Edhe ka dhe një moral këtu në këtë pikë. Kështu që më duket se duke humbur ato argumentat, duke humbur kauza për ndërtuar kauza, duke humbur alternativat se si do zhvillohet, si do bëhet opozita, tash sikur do nxjerrë, do shpëtoj që se hikur tonë dhe erdhi tonë. Këtu nuk ka ndonjë problemi, është çfarë do bëjë opozita, Berisha do të dalë të deklarojë çfarë do të bëjë opozita se dhe pse është tërheq nga zgjedhjet, duke i falë, duke ka falë zgjedhjet e Ramës, domethënë nxjerrja e një kandidati të tillë si Floriani nuk është ide për të drejtuar Tiranën dhe ale do ta humbi. Ky pse është tërheq opozita dhe vetë Partia Demokratike pse është tërheq. Pse nuk ka dhënë shpjegime, pse nuk kandidoi vetë. Ka shumë Berisha për të folur, nuk mos dalë këtë tonë. Se thash deri sikur po bën paska një lidhje Berisha brenda SPAK-u që merr informacione. Nuk e di se SPAK-u jep informacione të tilla. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.